dëshira e gjithë kombeve. Do t'i bëj të lëvizin të gjithë kombet, dhe ata do të vinë të dëshira e të gjithë kombeve, dhe unë do të mbush këtë tempull me lavdi, thot Zoti i ushtrive. Si fije të arta të një pëlhure të purpurt, Krishti është qëndisur në shkrimet e shenjta, si dëshira e gjithë kombeve. Asnjë portret tjetër i Jezusit nuk e pikturon faktin që shpëtimtari erdhi për të gjithë botën. Dhe pse kjo profeci mesaike fillimisht tregon rreth arrjes së tij të parë në një pikpamje më të gjerë, ajo ka të bëjë me të gjithë epokat, dhe ajo do të përmbushet vetëm kur Zoti do të rinovojë çdo gjë dhe do të themelojë mbretërinë e tij lavdie. Apostulli Gjon shkruan: mbretëritë e botës u bën mbretëri të Zotit ton dhe Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekujt e shekujve. Nëpër shekuj, Krishti na ka kujtuar të vërtetën e padiskutueshme. Unë jam dëshira e të gjithë kombeve. Dhe pse ai u refuzua, u përçmua dhe u kryqëzua me duart e popullit e tij të zgjedhur. Dhe pse atë ndonjëherë mohojnë dhe e trajtojnë njerëzit që predikojnë fjalën e tij. Jezusi është gjithmonë dhe do të mbetet dëshira e gjithë kombeve. Prova më e fuqishme e thirrja e Krishtit ju adresua gjithë njerëzimit është shtufa e madhe e besimtarëve që formojnë kishën botërore. Miliona njerëz nga çdo fis, racë, komb, nga çdo zonë ndryshme klimatike shpallin Jezusin si dëshira e gjithë kombeve. Kisha e shpërndarë nëpër gjithë kombet mezi presin ardhjen e dëshirës së gjithë kombeve. Apostoli Paul shkruan rreth këtyre njerëzve që presin me mall ardhjen e dytë të Krishtit. Tek Titi 2, vargu 13. Ellen White vazhdon këtë mendim me fjalët: kudo njerëzit janë të pakënaqur, ata dëshirojnë diçka që t'i plotësojë nevojat e shpirtit. Vetëm njëri mund t'i plotësojë këtë nevojë, nevojat e botës. Dëshira e gjithë kombeve është Krishti. Hiri hyjnor që vetëm ai mund të jap është si uji që pastron, rifreskon dhe gjallëron shpirtin. Lutja ime sot: o Zot, le të më frymëzoj sot dëshira e gjithë kombeve me një shpresë të re. Amen.